doja të thoja edhe diçka, në qoftë se ky ligj i studentëve nuk bie poshtë dhe nuk arrihet le të themi në një marrëveshje të dyja palëve nga ana e studentëve dhe nga ana e qeverisë, mbase do e bëjmë një podcast të ardhshëm pas disa muajsh ose pas një viti, nuk e di, por jam shumë e bindur që kjo që po i ndodh studentëve të mjekësisë, do t'i ndodhi dhe studentëve të universiteteve dhe fakulteteve tjera. Ti jesh i bindur për ta, sepse me sa duket kjo është e vetmja mënyrë që shteti jon ka gjetur që të mbajë rinin në atë vend. Duke mbajtur peng diplomat, me ligje masash, me ligje antikushtetuese, duke i detyruar praktikisht që të rrinë në Shqipëri. Kështu që sot janë studentët e mjekësisë, nesër mund të jenë të infermierisë, mund të jenë të ekonomikut ose të profesioneve tjera që gjithashtu po largohen nga Shqipëria, dhe do ishte mirë që ato rrugët e Tiranës mos jenë të mbushura vetëm me rinin e UMT-s, por t'i bashkohen edhe studentët e degëve të tjerë. Kjo do ishte thirrja ime. Uroj shumë që të gjendet një zgjidhje e përbashkët e mirë për të dyja palët. Dhe t'i jepet fund kësaj sagës së këtij ligji që nuk korrik që